Përshëndetje miq. Në 4 ditët e fundit ka pasur 3 tentativa për të prishur aktivitetet tona me persona të futur qëllimisht. Veçanërisht dje në Shkodër, policia e shtetit ka ndërmarrë masat sipas ligjit dhe ka ruajtur rendin dhe qetësinë. Dua t'i falenderoj publikisht për sjelljen e tyre. Nga ana tjetër, angazhohem përballë gjithë punonjësve të policisë së shtetit se nëse një ditë ne vim në pushtet me bekimin e shqiptarëve, do të bëjmë reforma të thella sa i takon policisë së shtetit. Së pari, do të ndajmë policinë e shtetit nga politika, pra policia do të jetë e shtetit shqiptar dhe jo e partisë në pushtet. Së dyti, rrogat e tyre në 4 vite do të rriten me 60% dhe do të kujdesemi për dinjitetin e tyre në lidhje me uniformat që do të ketë 6 në vit, dimërore dhe verore, transportin e tyre me dinjitet, pagesën e orëve të natës, pagesën e sigurimeve shoqërore shëndetësore, si dhe pagesën e kredive të buta për t'u dhënë atyre mundësi të jetojnë me dinjitet. Nga ana tjetër, për fëmijët e dëshmorëve të athëut, do të ketë një paketë të plot ndihmash dhe adresimit problemeve të tyre. Ju përshëndes.